se vini dhe mirë se u ka prunzuar Zoti në sofrën e Kelmenit, ku tradita, muzika, vallet dhe mikpritja bashkohen për të sjellë përvojë të paharrueshme. Sot do të shijojmë këngë lashta, valle majsore, lahut dhe çifteli, dhe do të ndjejmë së bashku shpirtin e majsorëve kelmendas. Le të fillojmë këtë festë me gëzim, busheshje dhe energji, sepse Kelmendi është këtu me ne, në çdo këngë dhe çdo hap e valle. Si hapje kësaj sofre, kemi kënaqësinë t'ju prezantojmë këngën e lashtë majsore Maje Krahut, të interpretuar nga Luiz Gjerkaj. Le të dëgjojmë së bashku tingujt e saj dhe të ndjejmë shpirtin e marrësisë dhe traditën e Kelmendit. Shumë vjetë festa. U kja tjeta zhjilëve. Shumë jetë festa. Ansambli Rrugolla që e këndon Shaban Dema. Unime dhe njerë Marsia Kelmenit, faleminderit shumë. Shuhem kur po shotir si të bart atë jubilet se ndis me art lot tradit dhe histori hej kështu po rritet breziri amanet të kem nga pot nga i lire dhe dardan tarujmë kombin mot pas motit
Nacionale e Kelmenit, me ritmin e saj të veçantë dhe hijeshin që e shoqëron prej shekujsh, e kërcejnë Florenc Bunjaj dhe Antoneta Preldakaj. Në Kelmen kryet bjeshkve, ku erat letë sinane urt. Sofër shtrohet me zemër të bardhë, me bukri e besë sigurt. Rreth saj blidhen burrat e malit, me qaqshir e pis barë kokë. Nuset vit me gjublet, me hap letë si zanat në kresht. Qiftelia që lëzanin si zogi bjeshkës, i dridhen telat në dorë të mjeshtrit. Ela Huta i këndon historisë, me një tel në gjallë zemrat e malsisë. E kur thot dikush hajde në sofër, ajo s'asht fjallë, po mi pritje Zotit, se Kelmenit hap zemrën krejt, si që hapet lulja prej dritës motit. Në këtë sofër s'ka veç ushqim, por nder, besë e mitësi e moqme. Në këtë sofër rrim tanë Kelmeni me shpirt fort si shkambi i kos moqme. E shoqnia rrim si zjarmin vatër, ku fjallat groh e zemrat ndriçon. Se kush vjen Kelmen si mysafir, nga dera kur pa bekim s'shkon. E kështu kjo tokë me lisat lartë, ruan zakonet, burnin e besen, sa të ketë male e la Hutat knoj, Kelmeni kur s'ka me hum veten. Në sofrën e Kelmenit nuk mund të mungoj zani i Lahutës, ai tingull i lash që rrit shpirtin dhe ndes kujtimet e burrave të motit. Lahuta është një nga simbolet tona më të lashta të kulturës sonë. Ajo ka mbajtur gjallë histori, trimërinë dhe shpirtin e malësisë për breza me rallë. Sot, e nderuar dhe nga UNESCO si pasuri botërore, Lahuta mbetet zëri që na lidh me rremjet dhe identitetin tonë. Sot, në sofrën e Kelmenit, e prezantojmë me krenari duke ruajtur dhe nderuar siç kanë bërë të parët tanë. Kjo këngë e lindur ndërmaja ndërgur, vjen për ju nga mjeshtri i Lahutës Luiz Gjerkaj.
Të ndëruar motra dhe vllazër, të ndëruar këndvëndas, di nga rëzhaja që sot të përcjellë murimet vetë për zemër të mirasit të Kristinë Sofra Gilmet. E vlerën të asim e veçantë që përshëndes
në këtë manifestim të bukur kulturor Sofra e Kelmendit, që ruan dhe përcjell vlerat, traditat, shpirtin e kelmendasve nga breza dhe despa brezi. Ju përshëndes përfaqësisht duke ju uruar mbarësi, gëzim dhe vazhdimsi në ruajtjen e traditës sonë të bukur kelmendase. Shfrytëzoj rastin të provizoj dhe të shpreh urimet më të përzemërta në rastin e pranimit të lahutës shqiptare në UNESCO. Ky është një moment i jashtëzakonshëm për kulturën dhe trashëgimimin tonë të përbashkët, një njohje e merituar e vlerave të dashka dhe të identitetit tonë unik. Lahuta, si instrument dhe simbol të traditës sonë, tashmë është pjesë e krenarisë së njerëzimit, një trashëgimi që lidh brezat dhe përshën historinë tonë të dashur. Urimet të sinqerta gjithë atyre që kanë punuar me përkushtim për këtë arritje, studiuesve, lautarëve, artistëve, komuniteteve dhe mbështetësve të muzikës tradicionale, dhe të vazhdojmë, të ulëmojmë, promovojmë dhe çmojmë pasurinë tonë kulturore. Të nderuar të pranishëm, Sofra e Kelmendit është dëshmi e gjallë e trashëgimisë sonë kulturore, e mikpritjes dhe bashkimit. Ju provizoj për këtë organizim dhe uroj që kjo sofër të mbetet gjithmonë e hapur për kulturën, traditën, thisin dhe vllazërinë. Ju falenderoj dhe jam shumë mirënjohës që kjo pjesë qoftë gjithmonë e bekat, Sofra e Kelmendit gëzoft dhe uroft për shumë më. Pra, urimet e festat e fund vitit dhe gjithmonë të këndoshin të stofshin bashkë. Mirëpresim vëllezërit tonë nga Rrugova, që me shumë dashuri janë bashkuar sofrës tonë këtu në Kelmend. I mirëpresim me shumë respekt dhe i ftojmë të na sjellin bukurinë e valleve të tyre. Mirë se na erdhët Rrugovas. Mësuesja dhe organizatoria jote dashur, e cila jo vetëm që mëson, por dhe ruan me pasion traditat e Kelmendit. Si kryetare e shoqatës kulturore Jehona e Kelmendit, ajo mban me krenari gjubleta mijëvjeçare dhe tradita të tjera të çmuara.
Le ta ftojmë në skenë që të ndajë disa fjalë me ne. Mirë se ju ka për Zoti, mirë se u bashkume në prek të festave të fundvitit. Ashtë një knasësi e madhe e imja jere personale, që unë bashkohem me tonë këta njerëz të mrekullueshëm, që sot e besoj se do të kënaqeni dhe do të kalojmë gëzuar. Unë përveç se ju që ju përshëndes të gjithë pesë bashkët, në veçanti duhet përshëndes ansamblin Rrugova, që me dëshirin e madhe për të marrë pjesë në vendlindjen e tyre në Kelmen, kanë shpreh dëshirin marrë në bashkëpunon në sofrën e Kelmenit, të cilët me të vërtet na japin dhe na ndajnë një kënaqësi që do të vazhdojnë përsëri, ta ndjekim vallën dhe këngën e tyre të bukur Rrugovase. Gjithashtu, të gjithë ata që kanë marrë pjesë, jo vetëm nga Kelmeni, por që vinë nga Lezhë, nga Dukagjini, e nga shumë treba që unë jam shumë krenare që këta njerëz kanë marrë pjesë në sofrën tonë, sepse kjo është një sofrë bashkimit siç e ka pas traditë Kelmeni. Gjithmonë mysafirëve ju kem thënë mirë se keni ardhur. Jo vetëm njerëzit tonë, rrethin tonë familjar, por kemi një prit, kemi dashur, kemi respektuar gjithmonë edhe mysafirë që kanë ardhur nga zonat të tjera në vendin tonë. Surprizat do t'i keni në vazhdim. Para është surprizë dhe veçantë që një djalë i vogël nga Dukagjini që jeton në Tiranë, ka ardhur vetëm për çefimin e vet na përshëndes me një këngë që aq bukur do të duket sa do t'u kënaqen zemrat. Të gjithë ata që kanë fëmijë dhe i paqen me jetë, do ta njihin kënaqësinë e këtij djalit që kaq bukur do të këndojë. Pastaj këngëtar të tjerë në radhë do t'i përshëndesin moderatorja ime Matilda që është në vazhdim. Ju e ta kalojmë salam zhuar, shumë faleminderit për jush, respekt për të tanë respekt. Në veçanti për njerëzit që kanë marrë rrugën nga larg martëna. Faleminderit, zhuar. Në skenë Nora Andreu, me zërin e saj të veçantë dhe interpretimin që prek zemrën e çdo dëgjuesi, le të përjetojmë së bashku muzikën dhe emocionin që ajo sjell me performancën e saj. Faleminderit gjitha, mirë se u gjeta në sofrën e Kelmenit, edhe nga marësore si ju, po jetoj pak më larg jush. Edhe njëri po përshëndes të gjithëve, ju falenderoj që jeni me ne. A kemi mundësi të marrë lidhje për lidhen, për mësues e lidhen, që ajo e plotëton organizimin e sofrës Kelmenit, si gjithmonë shuzoj edhe e paloshma se njërë për verin e për sofrën, për të gjithë ju. Faleminderit shumë për ftesën. Jena kuta
Një tjetër balë nga grupi Jehona Kelmendit, plot energji, jeshi dhe rritën majsore. Le të shijojmë lëvizjet e tyre dhe të ndjejmë shpirtin e tradite në çdo hap. Koreografia nga Atila Vaçaj. Një zënë që prit zemrat dhe le pas çdo tingull me emocion të pastër. Në skenë vjen Daniel Lumaj. Le të dëgjojmë muzikën e tij dhe të ndjejmë ritmin e çdo këngë. Atë për ndërqon
Rëftesën Tita Vaci, Vaca Kusho. Zërë ma në bajnë kur jam në mesin e këllëmësve të mi, që të bojnë shala mësime në festa tila, o më delë që më bashkoshim bashkë, me mëllohim e me cita trebajnë, mënësis. Atërë më që skejtë, o vazhdojmë. Ajnë, bro. Shdo sofer do gas, do hare e do humor. E kush më mirë sa ata din sjellin në sheshin të zakonve. Me batuta dhe shpirt të madh, vinë në këtë sofer dhe shplumajnë dhe mara shkatrojnë. Jurojnë nga zemra, zorë për shkëndet, fesat e fundimit. Jam shumë i lumtur që sonde marrë
pjesë për herë parë në zofën e Kelmenit, në zofën teme, u linda, u rrita, po pse jo dikur më shpesh nga ky stokator në të përkita. Kjo sofër e shumë eventet e tjera, ju lutem për gjithë të arritje, për Dita Vaçi se meriton një dur përkitje. Atëherë, të vazhdoj.
shikon se nga bon shpje vëllu. Unë me ne vëllu edhe me ne vëllu me nxyrë ge. Gri? Bardë i shkën ma shumë. Unë thëmë ge, se i shkën ma shumë. Po bardë i shkën ma shumë. Po të jam të thonë ge, pra se në banë në mund shqytën. A një qëndë. Po bardë mërë se vendosë unë. Një qëndë. Do të lujmë ge, se unë jam koka shpis, mojë. Ti koka shpis, po unë jam qapa dhe këthejmë nga dhunë. Hajtë të shqafën, bra. Zemra, shpirti, ku je? Hajde, zemra, ku je? Hajdu, am thira? Shka mërë po të shafën, ja po thirë qenjë, po që më duesh ti. Ka shku që më qësë për të doktorë, se ti ashtë vizitua, jo. Isha nuk asë gjëtë keqë. Sa po vonë, sa po vonë. Ishe të doktori? U vizitove? U vizitove. U vizitove, a? Po qata? Ma se lui se shumë të. A mërta, qata? Kja tha dhe i muj jetë. Një muj? Po. Për i muj bënë qëto? Pse mëne? Po i muj ka lënë shumë shpejt? A, ti u kësuka, ha? Dhe i ka zetë i vjetë. Me të vonë zigurat kam shumë me zi barë shkodër. Po pse? A mu shajmen me qenë mëne. Po. Mu më do të barë me hu ma skrahit, unë gëllë morë me barë shkodrat me hu. Ashtë e vërtet, qdo rrugis ka qenë më burë dhe. A i kam frikë, jo frikë, ka nuk e pjesë. Do se më halë. Po ti dhe burë, edhe ke frikë qenë? Këtë një pas frikë fare. Në gjë, thonë me mostak, po jo të mbirë mostak para qenin. Ta mësoj unë një stil që s'do e kesh problem fare. Unë nga hyrë t'je rrugis? Po. E ke qenë për parë? Po. E shikon kokër syrit? Po. Ulesh. Ashtu? Nuk i thua asgjë. Shte mos lëviz fare. Nuk të bën asgjë shpëton. Mirë ma këtë punë të di unë, a ti në qenje se? Një parsalet. Tash gjithë e në marësor edhe në rritë me parti. Kishte njani i lopë edhe i lypë të burë lopa. Se përfonimaj nuk do dhe në shpi edhe i thot e mërë gruja në telefon, i thot shtu këto mërë. Pa mirë, thot mërë gjallin, është të filoni, thot të ka, i thot im zatë mirë, thot. E se shkojnë gjallin me nonën e qojnë atje. Mirë pa duka qaj, më zati këta mojta e lopë tjera dhe nuk pa kryt e punë. I thot, e oma, thot, gjallin afroj, thot, të koka e nuk ja dërqime. Po pse i thot, hajt, thot, dhe gashje. Nonë, thot, tash për e morë rështë se, mi ka nëra babës të zonë. Mare shkallçaj. Është të buqën. Ishte bashkërimi një parë, ne kemi bërë prova gjatë udhëtimit për në Tamar. Shpresoj t'ja kem dalë disi, megjithëse nuk jam e kësaj fushë, nuk jam e fushës së humorit. Unë gjej rastin t'ju përgëzoj që bashkoheni në sofra të tilla që është krijuar një traditë dhe që zonja Bila Baça e mban prej kaq shumë vite. Shfalenderoj të gjitha ata mysafirë që kanë ardhur nga larg. Edhe rrugovën patjetër të uroj në një pyetje që i bëra pak më përpara, do ishte mirë që t'ja ktheni vizitën e të shkojmë të paktën mbani mandat të tregush lojra popullore në rrugovën që vendi ne shumë dhe ju ftoj në emër të tyre të shkoni dhe ta vizitoni. Po ashtu dhe Rozhraja ndihmojmë bashkëtarët tanë, sepse e kanë shumë të vështirë me asimilimin. Unë uroj gëzuar Krishtimin dhe vitin e ri, fatë mbarësi në familjen tuaja, të kaloni gëzuar edhe në kësaj. Nuk e java shpesaj më gjatë, se s'kom rritë edhe më stakë. Tani vjen një nga vallet më të vjetra dhe më të bukura të zonës, vallja e brezave, të kërcyer nga grupi Jehona e Kelmendit.
Tani na pret një moment muzikor pa fjalë, një instrumentale që na lejon të ndjejmë vetëm tigull, ritmin dhe bukurinë e muzikës. Ne si shoqati jemi shumë falënderues për ju. Çdo këngë që këndojmë, çdo valle që kërcejmë dhe çdo traditë që ruajmë është për ju. Për rënjët tona dhe për krenari që mbartni kudo. Tani me radhë do t'i përmendim emrat e kontribuesve financiar për sofrën e Kelmendit. Rito Gjelaj, Gjergj Hysaj, Ervin Tinaj, Gjovalin Vushaj, Edi Arta Pepaj, Sebi Tinaj, Luiç Tinaj, Valdrin Lekoçaj, Gjok Mitaj, Anton Mitaj, Rini Bujaj, Antonio Vuktilaj, Vardok Tanazi, Flori Tataj, Anton Tinaj, Arjan Bunjaj, Bashkim Vushaj, Liza Bunjaj, Sherif Bjank Ndrecaj, Ladovik Pero Volaj, Gezim Pjetër Nachaj, Ariana Eiza Robert Drabo, Sokol Smajli, Bardh Daka, Kujtim Vaçaj, Goni Tinaj. Faleminderit që nuk harroni vendin tuaj dhe që e mbani gjallë shpirtin e Kelmendit kudo që ndodheni, dhe pikërisht dhe për ne shoqatën Jehona e Kelmendit. Tani mirëpresim në skenë Besnik Pepushaj, me zërin e tij të fuqishëm dhe interpretimin që zgjall emocion. Le të shijojmë këngën që ai ka përgatitur për ne. Faleminderit të gjithëve. Mirë se më javën Kelmen, edhe që janë i për mana. Ju urojmë festat gëzuar
shkollë, kreshtenët dhe vitin e vitë gjithve, paçi vetëm bekime, paçi vetëm gëzime në familjet tuja. Faleminderit Asani Rëgova, që të njarë në nërua. Në nërogë e mesë është qatë për jojtin vendin tuj, në në vlasën, faleminderit shumë. Kozeta Bruqi, faleminderit shumë, që nga përka çdo herë bashkë me Mamcurën. Më falni se du të me kalu ka herë dhe knej, e kena pak një muri të nëcet, por muzika e ndonë, muzika e hekë muri. Okej, dëna me kësue me valqua me bacet, tanë bashkë sonde, zotin disë të dhe kur këna me shku në arë. Okej, që është një pargesa për vetë. Shkoj maestra, a shkoj një fjetë, pas që fjestë. por a mi role me alona dhe tjebe, ju falenderoj për dëtë këseve të kënë prapë. Edhe të kënë prapë që se pika. Falenderit që se pika që nga kemi dhe. Moje mire, bregu të
na kushtuar. Tani ju ftojmë të gjithëve të ngriheni e të bashkoheni me ne dhe të kërceni sipas dëshirës. Dhe kisha shumë dëshirë që ta rigjoni gjithë. Një përshëndetje për të gjithë të pranishmit në këtë sofe nga avokati Gjergj Eneli. Vjuni këtë mendin i derës legendarit Prencali. Shprehje është mirësi dhe nder i veçantë të jemi sot me jush për të ndarë këtë momente të rëndësishme i cili na bashkon rreth traditës, identitetit dhe respektit për njëri tjetrin. Ju përshëndet edhe një herë të gjithë avokati Gjergj Eneli. Gjithashtu unë e kam një përshëndetje shumë të veçantë dhe do të më lejojmë patjetër si gjithë të cilë familje që ka nata vështirësitë e veta, edhe familja jeme patjetër ka pas raste që i ka kalu disa gjana të vogla, jo shumë të mëdha, edhe pa pritua si herë, e një këlluli gjithmonë ka mbështet me familjen e vet, edhe kur ka dalë në pozit, asnjë herë në asnjë moment familja e tij nuk e ka harruar. Faleminderit shumë. Jo një moshe këtë ditë mëja. Gjithashtu dhe një përshëndetje tjetër kam për mikeshtë të time, me Ramsin e Ditvinjes, me një trokitje të madhe të tuje. Jo uroj Ditvinjes Ardianës, jo uroj edhe në qita në vera tjera të lukëra. Faleminderit gjithë.
Gospodin Ljubav, Večernja Dorski porasi, hajde glavur, bajde dži, ne cilj vlaze ne jo motra, jedni